Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka mbajtur fjalën në foltoren e radhës të demokratëve të organizuar para kryeministrisë. Gjatë fjalës së tij, Berisha u bëri thirrje shqiptarëve që të bashkoheshin në protestën e 10 shkurtit të thirrur nga opozita, si një mundësi për të rrëzuar nga pushteti qeverinë e kryeministrit Edi Rama. Është betejë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, për dyert e hapura të Shqipërisë. Nesër, mesazhi ynë është një dhe vetëm një: mos guxo të luash me fatin e shqiptarëve, se fatin e nënvëron çdo kesh, edhe ti për zgjalli. A ka krim më të shëmtuar se ky? Një popull që vojt i shekuj, një popull që njohu regjimet më çnjerëzore, varfrit më ekstreme, një popull që priti dhe pret me padurimin më të madh, si arritjen e jetës të këtij kombi integrimin në Bashkimin Evropian. T'ja mbyllim derën tani për vjedhjet që ka bërë Edi Rama, për vjedhjet që ka bërë organizatat e tij kriminale. Jo kur. Ndaj dhe unë jam këtu për të zotuar para jush, para shqiptarëve, se asgjë në botë nuk do mund të pengoj qytetarët e këtij vendi pa hedhur në lan qeverinë e krimit, qeverinë e drogës, qeverinë e hajdutëve, qeverinë anti-shqiptare. Berisha u ndal të komentonte edhe reagimin e Ramës pas mbledhjes së grupit parlamentar të PS-s, ku, duke ju referuar rastit të Ballukut, kryeministri tha se do të marrë masa për ndryshime ligjore në favor të ekzekutivit. Sipas Berishës, reagimi i tij në prag të vizitës në KE ishte një mesazh për Europën, duke i bërë të qartë asaj se integrimin e ndërpresim dhe drejtësinë nuk e njohim. 2 ditë më parë, ai u ftuat shkonte në Bruksel për t'i komunikuar këto që ne kërkojmë sot: shtetin ligjor, heqjen e imuniteteve, gjykimin e korrupsionit. Pas të nisej, zbashku me Lubin bën mbledhjen e grupit parlamentar. Dhe në një sfidë të hapur, në një sfidë që te i kalon çdo lloj standardi, i dërguan Europës mesazhin se integrimin e ndërpresim, por drejtësinë nuk e njohim. Protesta e opozitës pritet të mbahet mbas ditën e të martës, ndërsa kreu demokrat ka paralajmëruar se mund të ketë përshkallëzim, deri edhe në ngujim në bulevardin Dëshmorët e Kombit.